Mesfushori shqiptari Sunderlandit Granit Xhaka po përjeton një fillim sezoni magjik me macet e zeza në Premier League. Xhaka ka befasuar të gjithë kur vendosi gjatë verës të transferohet nga Bayer Leverkuseni te Sunderlandi, por zgjedhja e tij ka rezultuar të jetë e suksesshme. Sunderlandi ka qenë befasia më e madhe deri tani këtë edicion, pasi në 9 ndeshje ka mbledhur plot 17 pikë, duke zënë vendin e 4 në klasifikim. Njëri nga më meritorët për këtë nisje të përkryer të edicionit padyshim është shqiptari Granit Xhaka, i cili si kapiten po udhëheq ekipin teksa ka bërë edhe 3 asist. Megjithatë, kjo nuk është arritje vetme e Xhakës, pasi 33 vjeçari është futbollisti që ka vrapuar më së shumti kilometra në kampionat në 9 ndeshje të para. Sipas një postimi nga faqja zyrtare e Premier League, Xhaka ka vrapuar plot 100.8 kilometra në 9 ndeshje, duke pasur një mesatare mbi 11 kilometra për ndeshje. Pas Xhakës në renditje është bashkëlojtari i tij Noah Sadiki me 100.1 kilometra, ndërsa pas tyre vijnë Elliot Anderson i Nottinghamit me 99.9 kilometra, Daniel Munoz i Crystal Palace me 99.2 kilometra dhe Sander Berge i Fulhamit me 98.5 kilometra, i cili kompletonte top 5-shen e kësaj renditjeje.